Ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Konjufca u shpollur i pafajshëm për hedhjen e gazit Lëtcjellës në Kuvendin e Kosovës në vitin 2016 si deputet i lëvizjes vetëvendosje. Gjyqtarja Edita Çanta gjatë shpalljes së vendimit tha se nuk është provuar se Konjufca e ka kryer këtë vepër. I pandeuri Glauk Konjufca me të dhënat personale si në shkresat e lëndës në bazë të nenit 363 paragrafin 1, në paragrafin 1.3 i kodit të procedurës penale lirohet nga akuza. Për veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 paragrafin 1, pasi që nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale që i vihet në barë. Palët kanë të drejtë ankese ndaj këtij gjykimi në afat prej 30 ditësh në gjykatën e apelit përmes kësaj gjykate. Konjufca nuk ishte i pranishëm në sallën e gjykatës për të dëgjuar vendimin. Ndërkaq, avukatja e tij, Arbnora Zeqiri, e mirëpriti vendimin përmes të cilit klienti i saj është shpollur i pafajshëm. Sot gjykata themelore në Prishtinë pas një rigjykimi shpalli sërish aktgjykim lirues për të mbrojturin tim zotrin Glauk Konjufcën për shkak të veprës penale për cilin është akuzuar përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm. Këtë vendim e mirëpresim si një vendim të drejtë ku gjykata sërish e vendosi përgjegjësinë penale aty ku duhet të jetë, pra te ligjit dhe provat, pasi që përgjegjësia penale kërkon që të provohen të gjitha elementet e veprës penale për të cilën është akuzuar. Andaj ne si mbrojtje konsiderojmë që prokuria nuk ka pasur një bazë të qëndrueshme provuese me të cilën gjykata do të mund ta shqiptonte ndonjë dënim tjetër përveç se atë që shpalli sot vendim lirues. Rasti lidhet me një ngjarje të 9 viteve më parë, kur Konjufca ishte deputet i lëvizjes vetëvendosje. Sipas aktakuzës së ngritur në vitin 2017, ai akuzohej se me 10 gusht 2016 kishte hedhur gaz Lëtcjellës gjatë një mbledhje të kryesisë së kuvendit. Si pasojë, ishte pamundsuar qëndrime në sallë. Gjykata e Prishtinës e kishte liruar Konjufcën nga kjo akuzë edhe më 26 shkurt 2024. Megjithatë, gjykata e apelit e kishte kthyer rastin në rigjykim në shkallën e parë.